Kemi kalu muajin mars, na shqiptarë për neve muaj mars shënon data shumë historike që kanë lënë gjurmë në vendin tonë, është marsi i jasharëve, marsi i Haradinajve, marsi i bombardimeve të NATO-s në Kosovë, marsi i shumë viktima në vendin tonë, por është shumë aktual tash edhe masakra e Burgut Dubravës, që është riaktualizuar me një ekspozitë e cila për fat keq u deformu dhe pati jashtëzakonisht efekt keq për historinë e vendit tonë dhe konkretisht masakrën e Dubravës. Sot kam me fol me profesor Nusret Planën, i cili tash 20 vjet është marrë me masakra dhe me gjenocidin serb në vendin tonë. Profesor, mirë se erdhe. Faleminderit. E thash që muaj mars është muaj i shumë datave historike që kanë lënë gjurmë në vendin tonë, por edhe marsi i fitoreve dhe i sakrificës edhe fatkeqësisht i masakrave që janë bërë me dhjetra, me qindra, mijëra njerëz masakruar në vendin tonë. Është aktuale masakra e Burgut Dubravës, e dim na ekspozitën që u hap në shesh, por nuk zgjati shumë dhe u mbyll, u hekën ato ekspozit që ishin në sheshin kryesor Prishtinës. Tash na dim saktësisht çka ka ndodhur në Burgun e Dubravës, e dim saktësisht çka ka ndodhur në vendin tonë, por historia kanë herë tentohet të deformohet. A është deformuar historia me këtë ekspozit, profesor? Që them të drejtën, kjo ka qenë me plot kuptimin e fjalës, mas buti me u shpreh, shumë but me u shpreh, ekspozitë e turpit. Pse? Sepse jo që është deformuar, jo që ka pas aq pasaktësi rreth shitjeve të vrarëve në atë masakër makabër, por aq më e dhimbshme dhe aq më e neveritshme është kur e kupton që sponsor general të asaj ekspozite kanë qenë institucionet tona. Dhe prandaj kjo është përkeqardhje, kjo është e dhimbshme, kjo është definitivisht e pafalshme. Sepse organet kompetente të institucioneve tona i dinë saktësisht adresat e njerëzve që janë marrë me argumente shkencore, me fakte, me dëshmi, me datë, me ditë, me emra, me mbiemra, me fotografi, me video e gjirime që nuk i lunë që thot populli as topi, sepse janë katërcipërisht të vërtetuara me argumente shkencore, edhe numri i tyre, por edhe format e ekzekutimeve nga barbaria dhe mizoria serbe. Dhe prandaj i lumt kryetarit të komunës së Prishtinës, zotit Përparim Rama, i cili menherë të nesër më reagoi dhe e shporën nga qendra e qytetit tonë Prishtina, atë ekspozit të turpit, e cila dhash zoti të mos përsëritet më kurrë, sepse është lëndim shumë i madh, është fyerje ofendim për gjithë ato krime dhe masakra që janë bërë anë në kënd trojeve tona arbrore, e njëra nga ato është edhe masakra e Burgut të Dubravës, ku saktësisht dihen me emra mbi mbiemra, sa shqiptarë janë vrarë, kush i ka vrarë, e jo me boksi gabime, faktikisht jo me boksi kësi skandale, se nuk është ai gabim, po është qëllim, definitivisht qëllim, për me u barazu viktima me kriminali. E me u quën një shqip fals, me e bëjë gjithë këtë vepër makabre, edhe me e shtrembruar historinë e përgjakshme fund shekullit 20, kjo definitivisht është e pafalshme. Profesor, me pas veç 10% institucionet përgjegjshme, kjo Republikë e Kosovës së përgjakur dardane, ishtë dashur që autorja apo autorët e kësaj ekspozite, sepse shihet që aty kanë dorë shumë njerëz dhe jo vetëm autori, ishtë dashur më njëherë të veprojë prokuroria, gjykata dhe autorët të dënohen me dënimet merituara dhe të tjerë të mos guxojnë të përsërisin këto idiotizma dhe këto poshtërsina që direkt i qojnë ujë në mulli armikut, respektivisht Serbisë fashiste, që ka bërë gjenocid në fund të shekullit 20 dhe ka bërë gjenocid për 2 shekuj me radhë, gjë që janë të vërtetuar edhe në librin tim, ato fakte dhe dëshmi që ju e dini shumë herë i kam promovuar, janë me emra dhe me mbiemra. A ndjenjë. jeton të armatos viktimat e Burgut Dubravës? Aty thotë që ka pasur të armatos për njerëzve që janë masakruar. Kjo është e neveritshme kur e ke pa që aty, domethënë, janë nxjerrë gjëra absolutisht të pa argumentuara dhe pa dëshmuara, respektivisht rrana të kulluara, gënjeshtra të kulluara, edhe i kalojnë saqet e një
i shifre, respektivisht e një prononcimi apo denoncimi normal, ajo është diçka definitivisht e pa imagjinueshme për trurin normal të njeriut. Të thuhet që në burgun e Dubravës ka pas 40-45 shqiptarë civil të armatosur, këte nuk do të bënte as armiku më i madh shqiptarëve, sepse është diçka e pa imagjinueshme për trurin normal të njeriut, sepse dihet çfarë kritere dhe çfarë standarde kanë pas atëherë burgjet e Jugosllavisë dhe Serbisë fashiste, dhe aty as zogu i malit nuk ka mund me hy, që thonë simbolikisht një fjalë, edhe me i armatos shqiptarë civil, kështu që veç ajo dëshmi, në thojza, që ajo poshtërsi e tina, me thonë që kanë qenë 40 apo 45 shqiptarë të armatosur, dhe ka pas edhe të armatosur të tjerë civil serb, kjo nuk do koment i nderuar e shpëtim, dhe prandaj duhet me shpejtësi të veprojnë organet kompetente, sepse turpi mbi ta. Përgjegjësia është mbi institucionet tona, sepse fundja ata janë sponsor të këtij krimi dhe të kësaj dëshmie të rrajshme, e cila i ka trondit edhe miqt e shqiptarëve kudo që janë, i ka trondit edhe ata që na kanë ndihmu me ushiru mas 2 shekuj robërie, miqton gjithandej Evropës dhe botës, e sidomos sponsorin general të Republikës së Kosovës dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prof, çu ka mundësi me kalu kas let një dëshmi e tillë, për shembull edhe mu ekspozu në shesh, pa u filtru, pa u ballabaqu me dëshmit, pa i pa faktet, edhe me ju shfaq qytetarëve në mes Prishtinës. Na e dim se sigurisht ka burime të sakta që tregojnë ka dëshmitar gjallë që kanë qenë në atë masakër. Çu ka mundësi institucionet me kalu kas let këtu filtra dhe mu financu dhe mu sponsorizu një ekspozitë të tillë për shembull. Çdo koment do të ishte i tepërt i nderuar shpëtim, por po diskutojmë rreth kësaj teme shumë të ndihshme, e cila vërtet ka lëndue më shumë se 30 milion shqiptarë anë në kënd Evropës dhe botës, madje deri në Australinë e largët, kur dihet që shumë idealista, shumë veprimtar, shumë patriota, gazetar, publicista, historian, kriminolog, viktimolog, defektolog, jo me qindra, po me mija libra kanë shkruar për krimet serbe në Kosovë. Veç unë i kam bërë 100 filma dokumentar që dëshmohen dhe janë vërtetu saktësisht me dëshmitar të okular dhe me të mbijetuare, që i keni krejt në RTK me titull Dëshmit e heshtura. Pastaj ky libër që e kam thonë pa modesti është Bibël dhe Kuran për shqiptarët, sepse nuk ka bibliotekë evropiane dhe botërore që nuk ka dhënë mirënjohje për këtë libër, sepse është dëshmu katërceprisht që është libër historikisht i vërtetuar dhe i shkruar me gjakun e milionë shqiptarëve të vramë, dhe me dal me sy në ball, me i lëndue kaq shumë këtë popull, sidomos kategoritë e dëshmorëve dhe martirëve të kombit tonë. Kjo definitivisht është e pafalshme për institucionet tona, sepse dihen saktësisht njerëzit me emra dhe mbiemra, cilët janë ata që kanë shkruar libra për krimet dhe masakrat serbe në Kosovë. Kemi dëshmitar gjallë, prof. Edhe dëshmitar gjallë i kitë masakër. Najt Hasanin, deputetin e plotë dhjetërat e profesor Sulejman Berishën, që ka qenë bashkëvojtësi me mu në burgun e Zrenjaninit e tjerë, me një fjalë, jo dhjetëra, por qindra e ki dëshmitar gjallë okular që e saktësojnë, domethënë, atë krim makabër, atë mizori, atë barbari që është bërë në burgun e Dubravës, dhe sot i kësaj dite le që s'ka të dënuar, por as të akuzuar për atë krim, për atë gjenocid të pastër, as akt akuz nuk ka. Siç nuk ka akt akuz edhe madje edhe për 1432 fëmijë të vrarë, 1392 i kemi dëshmu unë dhe profesoresha nderuar Hanum Shaj Ilazi, që me vite deri në Australinë e largët e kam dërguar këtë libër, edhe është anglisht, edhe shqip, dhe që i ke me datë, me ditë, me fotografi. Ja, për shembull, këtu, që shtu në shisi forme, është ilustru ky libër në mënyrë perfekte, anglisht, shqip. As një pik dhe as një presje i nderuar e shpëtim nuk ka pas mundësi me kontestu deri sot kërkush. Sepse unë nuk i kam bërë këto libra me bashkëveprimtarët e mi nga zyrja, unë realisht i kam trokit çdo familje shqiptare, në çdo lagje, në çdo fshat, çdo qytet, mbi pas dëshmit e sakta, sepse e kam ditë që e kam edhe një titull
shkencor, profesor, doktor, që nesër me dalë dikush me ma demantua një pasaktësi, isha një shumë keq dhe nuk e kam leju atë komoditet. Krejt këto dhe më hani kam bo në teren, duke i argumentu, duke i prek dëshmit. Dhe çdo familje shqiptare ja kam kërkuar nga një fotoportret të fëmijëve të vrarë, mi kanë dhënë, i kam qitë libër, ata që s'kan pas, se ka plot familje që janë vrarë me nanë me babe, familje të tërë që në fakt edhe janë shkatruar si familje e tërë, e kam qitë një trëndafil të kuq, në formë simbolike, nderimi dhe respekti për aftëmi, vend fotografisë, dhe i kam realizu dikon rreth 300 promovime në qendrat më të njohura evropiane dhe botërore, siç e dini edhe vetë, sepse kemi pas bisedu para 5-6 vjetë edhe për këtë fushë, edhe për këtë temë pak a shumë e kemi përfshi, mirë po, tash është momenti që këto dëshmi, këto fakte, se unë kam pas në durim me i bo edhe dhe libra të vogla, libër xhepi. Në mane kam bo edhe anglisht shqip, edhe gjermanisht shqip, edhe serbisht shqip, edhe italisht shqip, edhe frëngjisht shqip, në mënyrë që edhe në deka, edhe në dreka, edhe në dasma, edhe në gëzime, edhe në dhënime, edhe në aeroplan, edhe në autobus, me pas mundësi, shpëtim desku, me pas në gjep një libër dëshmi edhe me thanë, ati që flet anglisht, që ku e ke, ati që flet gjermanisht, që ku e ke, frëngjisht po, italisht po, serbokratisht po, që ku e ke zotni, me fakte, me fotografi, bile 9-18 vjetë, nuk lejohet me u hap edhe ky libër i vogël, sepse fotografi trana, janë krime që janë bërë mbi fëmijë. Profesor, çka ka ndodhur faktësisht në burgun e Dubravës? Apo na shpjegon se në librin e juaj po të lutem shumë. Unë e përgatita sa për ilustrim bash aty ku është se ky libër është vlerësisht mund me thonë është libër Bibël dhe Kur'an për shqiptarët, po e shifni këtu, e shifni po. Këtu me emër mbi emër janë edhe kriminalet serb, që i vele aty në burg, të burgosur, që ja u kanë dhënë armët, në me hanë menaxhmenti i burgut, me vrarë shqiptarë, që këtu i kinë 8 gjuhë botërore, kriminalin edhe shqiptarë të shkret vram, duar thatë, dhe këtu i ke me radhë, me emën e me mbi emën, i ke këtu me radhë, emnat e kriminalëve, shihni ka ekzekutojnë shqiptarë dhe ka i thrasin të tjertë mi bardë edhe mi gjuhë, mi hedhë. Që ku i ke këtu me ranë, 8 gjuhë botërore, dëshmi që topi nuk mundet me i lu. Që ku i ke këtu, shqiptarët e shkret, krejt duar thot, krejt shumica djentri, edhe që ku i ke këtë kriminalin me 2 automatika në dorë, me emën me mbi emën, edhe asë që është akuzuar. A je konsultua herë për këtu i ke, me emën me mbi emën, krejt. A je konsultua, a je thirrë në herë për këtu dëshmi? Për shembull, e pa këtë ekspozit fundit, atë ka thirrë dikush për institucioneve me thonë, cili është fakti i dëshmisë apo i viktimave që janë bërë në burgun e Dubravës, apo vetëm ka dalë si material që burimet zot pedi ku i kanë marrë. Fatkeqësisht nuk jam thirrë asnjëherë. Nuk e thirr kurrë, as për institucione, as për njerëz që janë marrë me kulum temas. Na marr krejt këto që e kam bën në baza vullnetare. Domethënë thjeshtë dhe kam hyrë kredi edhe një 5 vjet mirë kam kredi për çdo libër dhe për çdo film dokumentar, edhe që nuk jam peshman hiç sepse realisht kam arrit që në peshë fizike dikon më shumë se 40 tona të këtyre librave, 40 tona me i shpërndan krejt botën prej vitit 2001. Si ti tha që në fillim e tha që 20 vjet me 20 tona, realisht unë pasardhjes nga Malit e Berishës, jam marrë më njerë me këtë fush, 27 vjet rresht, jam marrë pa ndërprej me këtë fush. Edhe një 20 vjet më herë domethënë si student e tjerë, me një fjalë kam dëshmit mjaftueshme që merrem që 50 vjet që gjysmë shekulli veç me këtë fushë veprimtari. Denoncimi e ekspozita fundit është e deformuar. Cila është e vërteta? Çka ka ndodhur? Sa janë vllahë në burgun e Dubravës shqiptar? Sa janë masakruar? Sigurisht i kishin shënime të sakta. Po, çdo masakër po edhe të burgut e Dubravës. Shpëtim. Këtu janë thash me emra me mbi emra prej vitit 2001. Dëgjom të lutem me vëmendje. Vitin 2001 për herë të parë është botu ky libër. Pastaj është ribotuar 2 herë, 3 herë, 5 herë, 7 herë ribotuar dhe ka ardhur është bërë një libër enciklopedin veti, institucion veti. Dhe prandaj jo një herë,
po 10 herë kanë dalë Nait Hasanat e plot dëshmitar të tjerë me shifra, me datë, me ditë, po them nuk du me manipulu, me thonë, jo që ka që po krejti keni qitu në 8 gjuhë botërore, jo vetëm për një masakër, ndëgjoj të lutem me vëmendje, se nuk është fjala këtu vetëm për një masakër. Po është shumë e rëndësishme me ditë opinioni evropian dhe botëror. Në dashi fakte që ku i keni, në dashi pralla, shkoni të shkelzen gashat e rëngjinovcat e argat e dreshit që nuk lanë zezmi tokë, veç me u mundu me barazu viktimin me kriminelin, gjë që nuk do t'ja arrijnë kur, për 1 milion vjeta e punë. Nuk bëhet, sepse jem gjallë ne, vetë ushtarët e komandant legjendare dhe mjashari, veç një janë me të gjallë, na kena me i tregue, sepse i kemi punu rast që thët populli, i kemi thash me mija libra, me qindra filma dokumentar që nuk dojnë koment, janë me dëshmi, që veç sa për ilustrim. Ky libër i cili duhet shumë shpejt të ribotohet, sepse ribotimi i fundit i është bërë në vitin 2018. Kur unë ja kam falë dhurat 751 deputetëve të Parlamentit Evropian në vitin 2018 në shenjë të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës Dardane, si dhurat në Bruxelles jem shkuja humque me deputetin Ahmet Xhanit në Bruxelles dhe me shokun tim, bashkë mendimtar dhe bashkëveprimtarin tim Nezmedin Demirin nga Kumanova e Maqedonisë së Veriut, edhe i cili jeton dhe vepron në Bruxelles. Shifni çka përmban ky libër. Vrasjet e fëmijëve, torturat, lufta për liri, masakra e Qerezit dhe Likošanit, e Zbicës, e Prekazit, e Abris, e Reçakut, e Rrugovës Hasit, e Mejës Korenicës, Lap e Gollak me rrëthin, Makovc Llukar e Grashtic, Mitrovic me rrëthin, masakrat e Pes me rrëthin, masakra e Dubravës, masakra e Celinës, Prizren me rrëthin, masakra e Korishës, lista e masakrës së Bujanit e vitit 1912, lista e masakrës së Kabasht e Korishës, lista e masakrës së Konjuhit 1924, pastaj vim të këtu masakrat prap të fundit, lista e masakrës së Suarekës, e masakrës së Studimës, e masakrës së Poklekut, e viktimave të Kaçanikut, e lista e personave të Hanit e Lezit, e lista të vrarëve në Klin me rrëthin, lista të vrarëve në Malisheve Gjakov, lista të vrarëve në Skënderaj me rrëthin, monën menin nderuar shpëtim. Veç në Skënderaj janë vrarë 186.000 me rrëthin, në fshatrat me rrëthin 186.000 ku i kemi të gjithë me emra dhe mbiemra. Pastaj, lista të vrarëve dhe të masakruar në Rahovec me rrëthin, lista të vrarëve me rrëthinën e Gjakovës, lista të vrarëve dhe të zhdukur të Krushës së Madhe dhe Krushës së Vogël, lista e fëmijëve të vrarë, lista e kriminalëve serb gjatë luftës në Kosovë, rasti Panda në Pej, edhe në fund është kapitulli të tjerët për librin, që janë 99% autor të huaj që kanë shkruar për këtë libër dhe e kanë vlerësuar me notën që thuhet 10-shë, sepse nuk kanë pas asnjë shans me demantu dhe me kontestu një pika apo një presje. Dhe prandaj është për keqardhje që ky libër nuk ndodhet te asnjë zyre e asnjë kryeministri e asnjë presidente dhe presidentet e Republikës Kosovës. Pse plot? Kjo është edhe dërgu, as ta kanë pranuar. Pse duhet të drejtohet i nderuarit të shpëtim te ata? Ata janë gjallë gjithë. Po ti a ke bën një tendencë me dërgu? Absolutisht gjithëve me radhë ja u kam dërguar. Gjalljen ton, asnjë s'mundet me ma demantue, këtë fakt që po e them, ja u kam dërguar dhe i kam thonë shpërndani sa të mundeni. Jo edhe ashtu s'keni ndihmuar me botu dhe me ribotu, mirë po kam gjetë rrugë zgjidhje fonde prej duke fondet i kanë qenë ekskluzivisht domethënë ndihmë dhe vullnet mirë i gurbetçarëve tanë gjithandaj Evropës dhe botës. Po prej qeverisë tonë. Mos më qenë mos më qenë mërgatër shqiptare, qeveria jonë, se s'muj me akuzu veç këtë qeveri aktuali, por gjitha me radhë, kapin janë prej tjetrës, kur asnjë ribotim të këtij libri nuk e kanë bërë. Dhe prandaj kjo është për keqardhje. Prova të ka thirrë ndaj prokuror na herë ose ndaj organ ndjekës i akuzës për dëshmitë që janë këtë libër. Prokurorët nuk më kanë thirrë, por kanë ardhur qoftë tonë, qoftë ndërkombëtar. Kanë ardhur vjetë dhe par vjetë avokatët e burrave tonë, e udhëheqësve, e të krerëve të UÇK-s që aktualisht ndodhen padrejtisht në Hagë dhe mbahen peng që 5 vite e tepër, kanë ardhur direkt te unë, domethënë me preferencat edhe të bashkëluftëtarëve të mi që unë kam dëshmi të mjaftueshme bashkë veprimtarin tim që në fakt është nxënësi imi Esat Shala, që realisht veç unë edhe Esati, çfarë dëshmish kemi,
janë me miliona, që do të duhej do të duhej thjesht vetëm një investim minimal i buxhetit Republikës Kosovës të bëhej dhe të rishpërndaheshin këto libra në formë institucionale. Shpëtim nuk kanë efekt shpërndarje e librave dhe filmave si individ, si person. Sigurisht fuqia është më e madhe kur e bën institucioni. Idealiste, fuqia institucionale është është diçka dora e shtetit. Dora e shtetit. Dhe prandaj po duhet të them nuk ka ardhur asnjë prokuror, asnjë gjykatës, asnjë avokat, zyrtarisht të unë me thonë profesor që 27 vjet rresht ke bu punë që kurgjë bile një falënderim është dash me ta bo publik me një mirënjohje 2 euro që jam shpërndajt shumë. Jo, po flas, a është bona akuz nga këto fakte që janë këtu? A është ngrit ndaj akt akuz? Derisa asnjë akademi, në fakt, akademia jonë, se deshta me thonë çdo kryetari i akademive tona i cili ka pas afatit respektiv i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës nuk e kanë pas vullnetin për me përgatit një material të mjaftueshëm që do ta merrte domethënë cilësinë e një akt akuze të mirëfillt, duke i ditë adresat e njerëzve, s'ka pas nevojë ata me dalën për terren hiç, por thjesht me caktuar një ekip profesionale, intelektuale, me gjykatës, me prokuror, me avokat, me kriminolog, viktimolog, defektolog, domethënë me sociolog, pedagog edhe me bën një akt akuzë që na ka hije mos me mujt me ta kontestue as mas 1 milion vjet e kërkosh. Domethënë nuk e kanë pas këtë guxim intelektual asnjëra prej akademive tona deri më sot, që 27 vite me radhë, dhe prandaj i kemi punë çush i kemi. Po thu që këtë dëshmi tash ka dhe Haga. Avokat mbrojtës. Prej vitit 2002, i nderuar shpëtim, këtë libër e ka pas marrë përfaqësuesja speciale e ish krye prokurores së Tribunalit të Hagës, Carla Del Pontes. Domethënë me dorë ja ka dorëzuar në Hagë profesor doktor Emin Kabashi, i cili atëherë ka dëshmu kundër satrapit Milošević në Hagë, domethënë ka qenë dëshmitar, edhe ja ka dhënë dhuratë këtë libër, domethënë përfaqësuese speciale Carla Del Pontes prej vitit 2002. Është këtu me faksimil, me datë, me ditë kur i është dhënë ky libër. Dhe prandaj duhet me i kuptu edhe shqiptarët një herë për gjithmonë, që edhe pse i kanë dëshmit, Tribunali i Hagës, edhe instancat tjera të drejtësisë ndërkombëtare, Evropa edhe më tutje është ka treguar shumë dyftyrshëm ndaj shqiptarëve, sepse po i llogarit shqiptarët qytetarë të rendit dytë. Tash me rëmëman, 1432 fëmijë të vramë, hala as që është nis një akt akuzë kundër të gjithë atyre kriminalëve që ti kanë vrarë gjithë ata fëmijë. Më shumë se 15% e krejt të vrarëve civil kanë qenë fëmijë. Kur nuk kanë pas asnjë guxim intelektual, asnjëra prej qeverive tona me marrë një guxim të merituar, me u ngrit 1432 fëmijëve të vrarë, një obelisk, një përmendore të vetme përballë aeroportit ndërkombëtar të Mjeshari, çka kemi me fol më tepër diçka rreth kësaj teme, nderuar shpëtim. Nuk janë 27 muaj, 27 vjet. Nuk e ke asnjë objekt të vetëm të gjenocidit serb mbi shqiptarët. Ndërkaq dëshmitë janë me miliona. Nuk e ke asnjë përmendore për fëmijët e vranë. Dhe detyrohet Esat Shala me ndihmën e gurbetçarëve me ngrit një teatër të gjenocidit me diskrajkove në komunën e Drenasit. A kish pas shumë më efekt me qenë ai teatër apo një objekt i gjenocidit midis Prishtinës apo në Krajkov atje? Sigurisht që po. Por i zgënjur, i dëshpëruar edhe ai, pa kurfar përkrahje institucionale, ka kërkuar ndihmë nga bashkëdhëtarët, nga mërgata shqiptare, dhe kjo jep me tregu që ka idealista që deri në vdekje mision e kanë mos me u ndal. Unë e kam mision, ti e din, misioni jam. Po, ka mundësi na herë kjo histori mu dëfërmu për shembull. Jo, sepse këto fakte dhe këto dëshmi janë fut edhe kanë depërtu edhe në instancat më të larta të drejtësisë ndërkombëtare, edhe në bibliotekat më të njohura evropiane dhe botërore. Këtu janë krejt me fakte, me dëshmi kur na kanë dhënë ndërkombëtarët mirënjohje për këto punë që i kemi bërë, dhe prandaj nuk ka dëshmi më me u kontestue, sepse ne kemi punuar që 27 vjet seminal kur
hiç kur kriminal dhe prandaj këto janë ilustruar edhe me fotografi, me dëshmi në shumë gjuhë të huaja, i ke në YouTube më shumë se 50 emisione dokumentare me titullin Dëshmitë e heshtura, nuk duhet o shpëtim shoku, asgjë më shumë veç një investim i vogël i shtetit me i përkthy me titra anglisht. Dhe krejt botës më është përnda. Jo me filozofu tash i ekspozita e këtij sepse kur ka punu dikush para 20-30 vjetë, 50 vjetë, këta pishpirika që kanë as gjallë. Këta argat dreqit, tutbes. Nuk jenë kanë gjallë hiç. Po thu prof që këta janë argat tutbes dhe dreqit? Absolut, shpëtim, nuk mundesh me gjithë shprehje më të butë për ta, sepse me sy në ballë, me i bëj gjithë këtë krim, gjithë këtë idiotizëm, gjithë këtë dëshmi të rrajshme, edhe mos me pas asnjë pikë marrje, publikisht me dalë me kërku falje, po me bo punën që edhe Natasha Kandiqi të nesërmen me regu dhe me thonë, o njeri, si jenë tokë, zotit kërkun heqë se këto rane në krejt tuat, edhe me tutje me u thirë në për studjet tona televizive, tha pishpirika, është e pafalshme nderuar shpëtim. Dhe prandaj këto janë mallkim i kësaj historie, mallkim i gjithë i gjakut të derdhur lëm. Mos veprimi korrekt dhe i sinqert i institucioneve tona është mallkim, është shkelje mbi gjakun e këtyre fëmijëve, i nënave dhe baballarëve tonë. Nuk ka çka me filozofu tash, nuk muj me zbulu Amerikën për s'dyti. Dhe prandaj këto skenare makabre me investimet e institucioneve tona shtetërore janë jo të dhëmshme, po janë definitivisht pafalshme. Se po bëhen këto skenare, prof, kur e shkojnë për shtatet të skenare? I shkojnë Serbisë fashiste, Rusisë, Iranit, Kinës, Dreqit, Birit, armiqve të përbetuar të shqiptarëve. Ju shkojnë në favor sepse edhe ata janë miliona, miliarda të derë që 27 vite pa ndalë hiç, vetëm me barazu viktimin me kriminalin. Vetëm me shpëtu Serbia fashiste nga dënimi për gjenocid. Unë kam respekt edhe ndaj Natasha Kandiqit, është humaniste me plot kuptimin e fjalës. Ajo ka punuar shumë edhe shumë më shumë se shumë shqiptar për me i denoncu krimit serbe në Kosovë. Mirë po, është e vërtetë që ai ka punuar shumë edhe mos me denu Serbinë fashiste për gjenocid, mos me denu shtetin e vet për gjenocid. Ajo thjesht i ka denoncuar shumë krime, mirë po shtetin serb si shtet se ka akuzuar kur për gjenocid, kur hiç. Faktet dëshmitë që i ka ofruar, faleminderit për sa shumë, është punë e madhe, i falenderohemi dhe jemi mirënjohës për jetë, mirë po ajo është patriote serbe me plot kuptimin e fjalës sepse me çdo kusht mundohet me shpëtuar Serbinë e saj nga dënimi për gjenocid, sepse e din mirë që nëse dënohet Serbia për gjenocid mbi shqiptarët, atëherë minimumi $150 miliardë janë dëme materiale që duhet i kthehen Kosovës. Minimumi 150 miliardë që i kanë llogarit ekspertët e jone. E le ma shumë se gjysmë milioni shqiptarë të vranë. Gjithë kjo masakër në Kosovë, gjithë kjo dëshmi, gjitha emra të krykrime, gjithë të pame të krykrime serb ndaj shqiptarëve, gjithë kjo gjenocid që është bën vendin tonë. Sot, 27 vjet pas luftës, po na gjykohet liria atje. Qysh gjithë kjo dëshmi që është këtë libër, në plot dokumentar të tjera, në plot pame të tjera. Edhe sot i kemi një proces të hapur në Hagë që është drejt fundit, që po gjykohen njerëz që kanë themeluar, që kanë drejtuar luftën për veprën pse ke luftuar në vendin tonë dhe keni kry krim të përbashkët, organizat e përbashkët kriminale. Realisht unë shumë herë jam prononcuar dhe në për intervistat shumëta e kam thonë që në atë moment kur është themeluar gjykata e ashtu quajtur dhoma speciale e drejtësisë ndërkombëtare në Hagë, unë e kam thonë pas një hezitim që ka pushuar së funksionuari drejtësia ndërkombëtare. Pse? Sepse ajo gjykat është themeluar saktësisht në baza raciste. Në baza është një etnike, domethënë, është një etnike për shqiptarët. Vetëm për shqiptarët. Dhe shqiptarët akuzohen për krimet të supozuara. Dhe të di fort mirë që krimet e supozuara janë krimet të trilluara, sepse ka qenë një skenar i trilluar nga argati i përbetuar i Serbisë fashiste dhe i Rusisë, Dick Marty, ai fashëzi i cili na la kopilin der,
edhe u dëshmue pas sa vitësh që absolutisht nuk kanë të bëjnë krerë të Edhe nuk ushqykës me ata akuzë. trajtu asnjë pjesë Jo, ajo ka qenë bile trafikimit absurde, veç me organeve. mendua, dhe truri njeriut normal me thani kanë bë transplantimin e veshkëve shqiptarët aty O ka prof, qenë mbal, sot na edhe- sot s'kena mundësi sot me mas bë, 27 sot s'kena ditë. mundësi me bë në spital toni, me Jo, bë, nuk me mundesh, bë domethënë- parë tjetër organe vle në kohën e luftës. Jo që ka qenë absurde, por edhe që sharake akuzë edhe ai skenar, por dihet që janë derdhë miliona, ndoshta edhe miliarda nga Serbia dhe Rusia në mënyrë që të kompromitohet lufta më e pastër në 2 vjet e fundit e shqiptarëve që quhet ushtria shërimtare e Kosovës. Kur që ta djem, që ta burra, kanë qenë zot me bo UÇK-n ushtri toksore të natës dhe me ardhë me të ndihmu ushtria me madhe, me fort në botë, ushtarake dhe civile në botë të quajtur Alianca Veri Atlantike, përkatësisht NATO-ja, dhe UÇK janë ushtri toksore dhe NATO-ja nga ajri, e shporën mos dyshekush rëbrije Serbinë gjakatare, Serbinë fashiste që ka bërë gjenocid 200 vjet mbi ty, edhe me u akuzuar 20 e sa vjet pas çlirimit të Kosovës, kjo definitivisht do të mbetet një njoll e zez, e pafalshme dhe historikisht e dënueshme nga ata që e kanë bërë këtë akuzë dhe këtë skenar, i cili do të mbetet turpi i drejtësisë ndërkombëtare. Prof, nëse ka drejtësi në atë vend, cili është epilogu përfundimtar? Po mendon për vendimi i po, Tribunalit Hagës për nëse ka drejtësi në atë vend, cili është epilogu sipas juve? Po unë tash të them të drejtën është edhe gjenime që është gati e pamundur mi aqillu, sepse janë derdhë miliona e miliarda për të barazu viktima me kriminalin, për të kompromitu UÇK-ja, dhe këta zotnit, gjykatëse, prokurore, avokate që kanë marrë parat majme, rogat majme, këta mundohen, po mendoj gjykatësi dhe prokurorë, që avokatët dihet që janë nanën e këtë çlirimtarëve, me arsyetu krejt këto para dhe këto rogat majme që i kanë marrë që 50 vjet, kam dron, veç këtë dron po e shprehi, që këto vite sa i kanë mbajt, ata kanë miliruar. Po kam dron që çato vite veç me arsyetu parat milionet që i kanë marrë, kam dron mos pe i dënojnë, sepse veç një grim, veç 1% në ekzistovë drejtësi ndërkombëtare, leçi duhet me u liru të pafajshëm këta, por duhet falje publike me kërkuar gjykat, edhe me u mbyll, edhe me u deklaruar që ka qenë dhe do të mbetet gjykata e turpit e ashtu quajtur e drejtësisë ndërkombëtare. Prof, çish është faktin që më shumë pa dëshmitar shqiptar për Hashim Thaqin, se sa për të akuzum që kanë qenë prej Serbisë, në këtë rast edhe Miloševićit. Domethënë numri më i madh i dëshmitarëve shqiptar në rastin Thaqit se sa në rastin e kasapit të Ballkanit Slobodan Milošević. Kjo është shumë e rëndë, veç me të shku mendjesh, për të me thonë, shimur është e mundur, kundër satrapit Ballkan që ka bërë gjenocid mbi bosnjakët, mbi kroatët, mbi shqiptarët në 10 vjetëshin e fund shekullit 20, gjatë ato krime, gati miliona njerëz vramë, edhe me uqu, me u bërë 240-260 dëshmitar kundër kreu të UÇK-s, aleatët më të pastër, më të mirë në botë të Amerikës dhe të Evropës perëndimore, edhe vetëm 40-50 dëshmitar kundër satrapit Milošević, kjo t'jep me tregue i nderuar shpëtim që nuk jemi të pafajshëm edhe na. Nuk kemi pak faje sepse është e vetmja luftë çlirimtare që pas përfundimit luftës nuk i ka dënu tradhtarët, nuk i ka dënu kriminalet, nuk i ka dënu spionët. Dhe këshir ku deri në çfarë shkallë ka metastazuar spioni i UDBA-s, që vetë KFOR-i e ka deklaruar zyrtarisht që janë dikon 42.000 shqiptar edhe më tutje bashkëpunëtor të UDBA-s pas asaj lufte gjenocidale. Dhe kur të shkon mendja veç në këtë shifër, edin të lanë me të krejtë që thëtë popullë. Thua, zotë, si është e mundur me qenë ky realitet kaq tragjik. Pastaj kur të shkon mendja, edhe të një 40.000, të një shifër 40.000 të ashtu quajtur veteran të luftës së UÇK-s, sepse edhe zështë e malët e din që nuk janë veteran, sepse ata kur njët luftën, ndoshta veç në televizore kanë po kur njët pushk me dorët as kanë prek, se na i dim vetë jemi dëshmitar okular. Unë e kam thënë disa 7-18.000, maksimum 20.000 kanë qenë luftarë të lirisë. Të tjerët që janë zyrtarisht edhe
veterana të UÇK-s janë më shumë se 40.000 të rajshëm. Unë pa modesti po e them që ai që e ka pranuar atë letër, atë certifikat të një veterani të rajshëm me plot kuptim në fjalës është anti-shqiptar, anti-kombëtar, anti-fetar. Dhe mas buti i shprehun është kriminal. Pse? Sepse u ka marrë kafshatën e gojës 17.000 luftëtarëve të vërtet të lirisë dhe invalidëve të luftës që i kanë dhënë gjymtyrët e trupit për këtë liri që po e gëzojmë sot. Sa dhe ke në fshatin Zhitit, Vitisi, nderuar shpëtim, një invalid, një luftëtar të 3 luftërave çlirimtare zemë Rezepit. Jemi kanë në kena Ke qenë ke vizitu, se kemi biseduar edhe më herët për te. E din fort mirë dhe ke vërtetuar që është invalidi më i rënë në Evropë, ndoshta edhe në botë, që ka krejt komplet. Si mungojnë që 18 vjet. Ai, domethënë, vun edhe është i shtrirë në kravat, pothuajse veç duart që i lëviz, edhe sot e kësaj dite nuk e ka shkallën më të lartë të invaliditetit, që do të thotë pa përgjegjësia institucionale e organeve tona kompetente, sidomos ndaj kategorisë së shajtë të luftës çlirimtare të Kosovës, ndaj familjeve dëshmorë dhe martirëve të kombit, që i marrin do paga që janë vitra, nuk janë paga ato, sepse unë jam vetë veteran i luftës dhe i marr 204 euro pagë. Ai është vitra, nuk është pagë, nuk është rroga ja, se as ilaç që më marr me çato, limosh, definitivisht. Edhe me pas durimin, guximin, me shku me marr certifikatën, jo 4.000, po 40.000 veteranë të rajshëm, absolutisht janë, domethënë, njerëz që e kanë dëmtu aq shumë këtë vend dhe këtë popull, janë aq idiota sa që nuk e di nesër mas nesër, kur organet tona kompetente do të punojnë mjaftueshëm me zbardh të vërtetën, sepse nuk ka me shku kjo gënjeshtër edhe më tutje me dekada, po jam i bindur që një qeveri e përgjegjshme do t'i denoncon edhe faktet edhe dëshmit dhe do të del me lista të vërteta të veteranëve të vërtet që janë 17.000-20.000 mas shumëti. Ku do të mbeten që ata 40.000 tjerë? Çka do t'ju thonë djemve dhe vajzave tyre? Çka do t'ju thonë nipave dhe mbesave tyre? Pse u ka marrë rrogën edhe çat 200 euro çati luftarit vërtet dhe invalidit me dorë me kam të kputa. Domethënë, këtu janë bom katet mëdha, o i nderuar shpëtim që 27 vite rresht është shkel gjaku i dëshmorëve dhe martirëve të kombit ton. Veç familja e madhe, heroike, martire, Moqolli, Pokleku të Drenicës heroike i ka 54 anëtar të vramë, 25 fëmijë prej tyre. Krejt që tu i kime fotografi. Familja komandant legjendar 13 fëmijë ka Adem Jashari, veç fëmijë 13. Familja Berisha Suarekës nga 49 vramë 19 fëmijë. Familja Gërgjaliu Suarekës, Selatin Gërgjaliu i vramë komplet me familje, o mbyll shtëpia me fëmijë me krejt 13 vramë, domethënë e zhduk në familja. Familja Deliu, sa fëmijë, sa antar civil vrame, e plot e Vejsa, e Gjakovës, e plot familje që i kanë me 10 antar të vram, si do të ndihen ata nesër pas nesër kur dalin fakte dhe dëshmitë e gjalla që nuk kanë qenë 60.000 luftëtarë në vërtet, por 40.000 kanë qenë të rajshëm, 17.000, 20.000 kanë qenë të vërtet. Që do të thotë 40.000 të rajshëm janë kriminale me plot kuptimin e fjalës, ai që pranon atë idiotizëm, atë letër të përgjakshme me marrë pas kur një sekund pushkën në dorë, është kriminal. Edhe 42.000 argat që si tutbës që ti ka dëshmue këfori me listë, që shkojnë ja bojnë argatin dreshit atje edhe në Hagë edhe gjithkund e për Beogradin, për Moskën e për Dresden e për Athin, i ke, domethënë, faktet dhe dëshmit që me këtë popull diçka nuk është në rregull sepse pas kësaj lufte dhe këtij gjaku të derdhur lum nuk është punuar seriozisht. Por është bërë një prodhim, hiperprodhim i analfabetave të diplomuar, i analfabetave funksional. Shehin në për Facebooka, në për rrjetet sociale, sa idioti, sa i paftyri, sa trush përlari del ta shonë general Ramosh Haradinaj. Një heroj gjalli cili pas Adem Jasharit, krejt shqiptarët i përkullet. Ta shonë pa fije ftyri me emrin mbi emrin. Ta shonë Gjergj Kastriotin Skënderbeun. Ta shonë nënën e madhe Gonxhi Bojaxhiu, nënën Teresi është krenaria e kombit tonë. Ta shonë Adem Jasharin pa fije marrë me emrin mbi emrin del. Dhe të tillët na kanë metë që thonë kopila nder dhe deri spastrohet terreni pa shabesën, pa keqardhje po ta them, ky popull as një sekond nuk bën me jetu pa avni Rostema.
Avni Rostemat janë ilaç për këtë kategori të këtyre idiotëve dhe trushpërlarëve. Prof, a ka shumë kësi? Do më thonë, Po unë thash 40.000 aty, 40.000 plus këta që janë aktiv në Po, 80.000 janë domon me letra. Shumë. E secili prej tyre i ka minimumi ka 4-5 andatë familjes, për besë është shifër tragjike, është shifër shqetësuese shpëtim, që po dalin më shumë se 100.000 që janë argat tutbes, argat Serbisë fashiste, që marrin parët majme veç me barazu viktimin me kriminalin dhe me shpëtu Serbinë fashiste nga genocidi. Si është e mundur kjo? Kur i ki fakte që rreth 1.500 fëmijë të kanë vrarë, kur del vetë Natasha Kandiqi del, edhe kur e ka pa që e kam shpërndau në këtë libër, kretë botën, me datë, me ditë, me emra, me mbiemra, edhe thot, aje pa modesti, thot, mos harrani opinionin nderuar, shqiptari jo shqiptar, se veç në Kosovë vjen vrarë më shumë se 1.400 fëmijë. Sa e në fillim para 20 vjetë e pa të dhoni shifrën 1133. Po ja s'ka dalë në teren si nusrat plane shpi për shpi, po kur e ka pa që jenë dëshmu 1432, ka dalë në profilin saj në Facebook, thot, ma shumë se 1.400 fëmijë. Dhe gjem aty një lider, asë një lidere të Republikës së Kosovës tonë, që me gojt vetë ka thonë që jenë vrarë 1.432 fëmijë nga Serbia fashiste. Asnjë. Me 10 herë ja u kom qu librin, edhe ju kom thonë, mos i vrani për çdyti shta fëmijë, se e dini çfarë lëndimi ju krijoni familjeve të fëmijëve të vramë. Se 3 me kanë me i mohu janë shumë, se janë dhimbja më e madhe e njerëzimit, jo vetëm shqiptarëve. Ne na dham shumë, moj nderuari, shpëtim që vrahen kudo dhe sot e kësaj dite fëmijë të pafajshëm e grahen në shtatë zone civil në Ukrainë, në Gaza, në Palestinë, në Siri, në Afganistan, në Izrael, kudo që vrahen popullat civile pafajshme, ne na dham shumë, sepse i kemi plagë të hapura, i kemi plagë që na kullojnë gjak, i kemi më shumë se 1.600 nëna dhe baballar, fëmijë tonë që ende na mungojnë, ne as të tyre nuk e kemi kërkuar. Dhe mu qupa fije marrje, me dysheshit Prishtinës, me qitë ekspozita kriminale, ekspozita definitivisht të pafalshme, nuk falet, oqeani nuk i lanë këto, se s'janë gabime, këto e qëllimi, s'far gabime. Edhe mu quhe me dhanë para hala, me sponsorizu shteti, me shpërndahet liber, me gjitha ato gënjeshtra, me gjitha ato trillime, definitivisht kjo e me kuptua që ky popull edhe më tutje ka borxhe të mëdha ndaj këtyre kategorive të njerëzve që kanë der lume i gjaku, sepse nuk po din me zgjedh një udhëheqje të merituar i cili do ta donte shtetin më shumë se pushtetin. Dhe krejt qeveritë tona deri tash e kanë vërtetuar pa asnjë dallim që më shumë e duan pushtetin se shtetin, sepse nuk kanë punuar që drejtim. Janë qëta idealista, shoqërzotit janë gjallë, i kanë dëshmu, i kanë finalizuar me filma, me libra, me gjuhë të huaja, çka duhet tash veç me i bonja 100.000 copa që so libra, edhe me marrë shtetin. Që se Ministria Kulturës dole me ta ributu librin ti me dhonë të drejtin për ributim. Absolut. Edhe mu shpendo falas kë librin. Absolut, një cent pas një fitim, pas një qindrat fitimi. Po e them, publikisht po e them. Kush don, le the merr, le the ributon. Edhe nëse i rastësisht i pengon dikuj, emri Nusret Planis, hiqe më njëherë s'ka kur farëndësia. Edhe autorin me hiku. Nuk e ka shkruar Nusret Plani këtë libër. Këte e kanë shkruar 570.000 shqiptar civil, duar thot, të pambrojtur me gjakun e tyre të derdhur lëm. Dhe prandaj ky libër fillimisht është përgatit në Arkivin Shtetëror të Kosovës dhe ka llog në Arkivin Shtetëror të Kosovës. Por asnjë institucion shtetëror nuk e ka ribotuar që 7 herë po e ka ribotuar Nusret Plana me ndihmën e mërgatës shqiptare që u jam falënderues dhe mirënjohës për jetë të jetës, sepse ky libër është i shtrajt, i ka 4 kg, i ka 1000 fotografi me ngjyra, i ka rreth 1000 faqe, i ka 8 gjuhë. Mrana në qitë libri janë 8 gjuhë, shqip, anglisht, frëngjisht, gjermanisht, turqisht, serbisht, japonisht, suedisht, edhe maqedonisht është i përkthyer, por maqedonisht janë nuk në këtë verzion, por janë 8 gjuhë, domethënë kur i kiti 8 gjuhë dhe heziton me u shpërnda, miqve dhe armiqve, me ty diçka si shtet nuk në rregull. Nuk në rregull, sepse nuk është dasht kërkush më ul me pi kafe pe diplomatëve, qoftë vendor, qoftë huaj ambasadorëve tonë, kur të vinë Kosovë me u pranu me pi kafe pa e dhënë dhuratë këtë libër. Hiç janë emrin Nusret Planis, pas pare nuk i japi absolut, hiç, veç le të bëhet libër institucional, sepse nuk ka mujt me kontestu që 25 vjet asnjë pikë dhe presi kërkush. Dhe prandaj nuk do koment. Ky libër që 8 vjet nuk o ribotuar nderuar shpëtim. Domethënë 2018 kur ja kom qu
deputetëve të Parlamentit Evropian, 751 sosh, sa janë që 8 vjet më nuk ka pas fatin të ribotuar. Dhe nuk ka në treg, nuk mund ta më gjetë. Jo, absolut nuk mund me gjetë. A besoj çdo ditë e lypin, edhe shqiptarët edhe ndërkombëtarët. Çdo ditë e lypin, kuçna që ju them se nuk po thuaj që një gatshëm që me marr këtë Ministria e Kulturës me botu dhe me shpendon falas pas një fitim asnjë absolut për 2 herë, 10 herë, 100 herë jam i gatshëm publikisht me deklaruar që asnjë cent nuk e du, veç le të shpërndahet, sepse ky libër flet ma shumë se çdo fjalë. Një fotografi këtu flet sa 10.000 fjalë, sepse e ki të vulosën me gjakun e miliona shqiptarë dhe të vramë. Profesor, unë ma shumë nuk kam çka me shtu sot, kena fol shumë gjatë edhe me emocionove se normalisht kjo është libri juaj, po është libri i venit tonë. Libri shqiptarëve. I te kalon autorët, i te kalon njerëzit që janë gjallë, domthonë është interesat personale, i dedikohet historisë tonë dhe njerëzve që kanë raqe sot na të jemi këtu ku jemi edhe të punojmë edhe të ecim përpara si shtet, po shpresoj që ky libër me u ribotu, edhe me u shpenda dhe me rënë dorën e secilit që don me u njoftu me historinë dhe viktimat e këtij vendi shkret. Pej zemrës plas po e thuhet, i pe dhe sepse na kanë lëndu shumë nga mos puna dhe mos përgjegjësia që 27 vite me radhë dhe prandaj edhe nuk po mundemi me bas institucione as qeverisë si duhet qysh duhet, po thjesht jemi ndaj, jemi përqa, pika 5 jemi bërë 20-30 parti. Deri kur kështu e prof? Dhe derisa të kthjellet shtresa intelektuale e guximshme. Mos të harroj me thonë këtë fakt, shpëtim, intelektual dhe intelektuale ka mjaftueshëm shqiptaria. Sa dush, ka pas gjithë? Po, ka pas gjithë. Por intelektual dhe intelektuale të guximshme dhe të guximshëm, për fatkeq ka pak, jenë met një grosht bre. Një grosht, edhe që ata kur dalin publikisht me reagu ndaj të pavërtetave dhe dëshmive të rajshme, shahen, fyen, ofendohen, munohen me çdo kush mu pushtrua, kërcënohen, shantazhohen, pishen vetë në rrjetet sociale. Shlon, zes pa bo mi tokë. Bile më pëlqen i thënie një publicist ja kam harruar, një francez, kur thot mua veç për një arsye nuk më pëlqen Facebooku. Për arsyen e thjesht që ju ka dhënë mundësia me u shpreh çdo idioti në te. Dhe tash e kije. Salamadi, në zhargon popullor, liri Salamadi, liri është frenuar, shaje dëshmorin, shaje heroin, shaje nënën heroin, 5 cent kush jep, kush në përgjithësi nuk thret. Prof, a janë këta që po shohin luftën edhe njerëz të luftës, një pjesë që kanë pas guxim me kon luftë, e tash ju mungon sa ja lavdia e historisë lavdishme që më kanë ushtari u çekes ose më kanë jo na sa luftar, po edhe me ndihmu ka pas mundësi. Pse o kjo kategori ka se mllafos në për luftën, prof? Përfundohet gjithë ky kërcimi njerëzve të luftës. Për fatkeq, kjo është e vërteta. Ky konstatim është shumë i qelluar, shpëtim i nderuar, sepse dihet botërisht që 0.01% kanë marrë pjesë në luftën çlirimtare, që i bie me matematikë në 30 milion shqiptarë gjithandej botës, dikun një mahall e Lipian. Një lagje e Lipian, pak, shumë pak, tepër pak, ha? Dhe prandaj ata që kanë ikë, tuta që thot populli është normale, është e natyrshme. Edhe pa parë. Edhe nuk i akuzon, as nuk i fyn, as i ofendon kërkush. Janë më shumë se 1 milion që janë ikë, që thonë pa papuqe, pa kpuca, dathon, i ka qitë shkau s'pastrim etnik. Edhe mirë e din që i kanë lanë një grush luftetarë dhe luftetaret lirisë, se plot dëshmore i kemi që si përmen gati kurkush, edhe vetë kanë ikë edhe mirë pafshim Kosovën e lirë. Po pse do të më shoh prof? Pikrisht për që të po të thamë, tash ajo logjika, po supozoja, kush je ti? Po hipotetike, këtë që po e thamë, hipotetikisht, po them ajo logjike e tyre smut, që nuk kanë pas guxim, s'kan pas zemrë me ja bërë gati direkt ushtrisë lirimtare të Kosovës, edhe tash me çdo kusht mundohen mu barazu me i kanakët, me iksat, me çata që kanë ik dhe ja kanë kthy shtëpinë në Kosovë dhe kanë thonë miru pafshim Kosovën e lirë. Po në Kosovën e lirë gjetë o zotni, shkërmuar të vrame me rreth 3000 dëshmorë, me rreth 15000 civil të vramë, me rreth 20000 nana dhe motra të dhunuar, me rreth 1500 fëmijë të vramë, 1 milion shqiptarë të dëbuar. I gjetë të lirë sepse të ndihmoj edhe bota dhe Amerika me u çlirue, edhe ti mos 27 vjetë, mo qu pa fije fytyre, pa fije marrë, me shah luftetarin e lirisë, me shah invalidin, veteranin e luftës, po kur ditë s'ki me pa. Dhe kur mos u shtofta jarac. Që fyni ofendon dhe kur mos paft. Edhe kur mos paft. Po mos paft. Dhe prandaj që tu është kam dronë që
ajo logjike e tyre smut, që unë nuk pata mundësi mi ja bo argatin, tash qonë të fyjet e ofendoj dhe t'ja boj argatin dreshit utbës sërbe, kjo është definitivisht Profa, bajtohesh me mu si patenar veteran të luftës me një pikë që unë ishin kes me thojmë konë luftë. Dyqysh marrë me thojmë konë luftë, se thashën qërë kjo që u konë luftë, u kryqun, i terrorizu njerëzit, dhe më thonë, unë ishin ko gjatë të vrau mrena kështu me të regu që në konë luftë, kanë qenë ushtarë të uqekës. Për shkak të këthymjeve kanë herë në mos kështu, edhe në rrjete sociale, edhe në për debate, edhe në për tubime, edhe në për evente, edhe në për gjithçka që filloj mu bo si e zakonshme kja me fyt djemë të luftës dhe vazët e luftës. Për bes mallkim është kjo, e pafalshme është, o i nderuar shpëtim. Me undi kesh luftetari liris, veterani, invalidi me dorë të pote, me kam të pote, me syje, pa syje, qindra fëmijë, invalidin me të kur shmerët me ta. O, roj unë i mallkimit gjakut të tyre se kur ditë s'keni me pa. Dhe prandaj s'po muj me bo shtetë qysh duhet. Dhe prandaj që 27 vjetë hala një tank Leopardit Gjerman s'kemi mujt me e ble. Një armatim që as lehtë kemi, sa është në proporcion me armikun, veçarën bërthamari që s'ka bo, na s'jem kërkun heq, është e vërtet. Dhe mallkimi më i madh, që ky është mallkim, që Zoti nuk e vret me allti kërkon as e grif, po Zoti të mallkon ty se e shkel gjakun e dëshmorëve dhe martirëve me miliona që janë vrasje me shekuj. Dhe prandaj ta zbraz Kosova, ka më mallkim se me të zbraz Kosova. 500.000 djemë dhe vajzat kanë ikë veç 50 ditët e fundit. O shpëtim. Si i kine për fshatra gati shtëpia të zbrasta gati krejt, e shkollat për ditë numri fëmijëve, nxënësve, po të zvoglohet, o burrë dheu. Pa ka më mallkim se kjo. Nuk ka, sepse po vinë nga Bangladeshi, nga Siria, nga Afganistani, nga Turqia, nga Arabia, po t'i punojnë tokat, po t'i martojnë qikat, po të përzihet gjaku, o zotni. Dhe që tu ka qenë qëllimi me shekuj i Rusisë dhe i Serbisë dhe elaboratet e tyre në mënyrë të perfekte po realizohen me trush për larit edhe me idiotizmat e shqiptarëve. Dhe po të përzihet gjaku dhe ma nuk po mbetet kjo Kosovë Dardane për gjakur homogene, sepse shtet ma homogen, ma të pastër në botë, nuk ka pas. Kompakt. Ma kompakt. Nuk e kinë botë as një shtet shpëtim me 95% të një etnie, 95% shqiptarë. Dhe tash më qumë me në u përzi gjaku, edhe me në ikë djemë të dhe vajzët me shku atje dhe me artë hujt, unë nuk kam kundër racët të por e duhet timen, e respektoj hujin në meritovt, por armiku se meriton respektin kurrë për jetë, armiku të s'duhet mi e bo qefin sepse është mallkim, që ta fëmijë kanë me të mallku dhe s'kimi po ditë kurrë, sepse që 27 vjetë si ja u ke ngrit një përmendorit vetme, e që është kallëzë pralla për ekonomie, për sport e për kulturë, jo, në radhë parë duhet që ta mi respektuar, edhe pastaj me folë për fusha tjera, ekonomie, sport e kulturë, e tjere, sepse këta janë liria vetë. Këta janë liria vetë. Pa ta nuk guxojmë në një hap me bo, sepse këta ta kanë dhuru lirin, s'ke qenë gjendje zotnimi i mbrojt, dhe prandaj respektoji për kullu, sepse e sheh, gjdo dit kemi për vjetor, akademi, për dëshmor dhe martir të gjdo dit, o për gjakë Kosovë, plomb për plomb, dhe prandaj është e pa falshme me u rrit numri trush për larve, e me u rrit numri atyre që me gjdo kusht të paguar rast që thët popullin nga miqtan të përbetuar, po mundohen me na shkatru identitetin kombëtar dhe me ta zavendësu me identitetin fetar. Kjo është e pa falshme, kjo është e pa tolerueshme. Shqiptarët gjithmonë kanë qenë unik, të bashkuar grosht, dhe kurrës feja nuk i ka përqa, sepse kanë qenë shumë të bashkuar, dhe faktori fe kur si ka përqa. E shini në këto 27 vitet e fundit, me çdo kusht mundohen Serbia, Rusia, me në eshti virusin e përqaris edhe në basa vetare, në mënyrë që nesër mas nesëri me u përqa edhe në shqiptarët edhe me shku amaneti i krimineleve të Serbis, pej Vasa Čubrilovicit, e Ivica Andrisit, e Molovićit, e Dreqit, e Birë, dhe me hanë, thjesht, këto janë ato mallkimet e vazhdueshme që po na ndjekin, sepse e kemi shkel me 2 këmbët që 27 vite gjakun e miliona shqiptarëve të vranë. Dhe prandaj uroj që tash tutje të kthjellen edhe më shumë rinia shqiptare, sepse e shihni shpëtim. Dhe ku kemi mri niveli vedis kombëtare ka ra gati në zerë. Shkoni në për shkolla fillore dhe të mesme, nuk ka shkollë fillore dhe të mesme. Kjo është tepër dhe më shumë që po e them. Që nuk merren me drogë nxënësat dhe studentët. Se të mbas shkollët fillore dhe të mesme. Që shkon hipotetikisht po them, merreni kamerë në sheft, shkon pushim gjatë, shkollën Hasan Prishtina e ka mos ngati që aty.
edhe këshyrin pushim gjatë kur dalin në zonë së tonë, 3-14 vjeç, 15 vjet. Çdo i dyti është vajzë dhe djalë me cigare në gojë. Në pushim gjatë, orës gjatë, në pushim e ki me cigare në gojë. Shumica prej tyre veç i nxjerrin prej xhepi cigaret elektronike. Të gjithë këta janë kandidat potencial me të marrë me drogë. Sepse ata 3-14, 15 merren sot me cigare pa e shkoq hiç. Hen këshyrja u çantat i ki cigaret e tyre në për çanta. I ke ndoshta edhe thikat edhe boksat e pironet e revolit, domthon. Fatkeqësi e madhe. Që të jenë të kopshme çka po ndodhin, Vërtet. që dënë thot mungesa e përgjegjësisë, e kontrollit dhe mbikëqyrjes të institucionet tona arsimore, edukative, kulturore, po na ka shkaktuar aq probleme, na ka shtu numrin e njerëzve të papërgjegjshëm saqë ja rezultatet. Domethënë na po merremi vetëm me pasojat, jo me shkaqet. Vetë institucioni i Republikës Kosovës enti statistikor me dëshmi të ka treguar zotnishi i ki me dëshmi më shumë se 50.000 djemë dhe vajza që janë narkoman të rregullt. Nuk janë 5.000, shpëtim 50.000 Numër i frikshëm. që janë të regjistruar. Numër i frikshëm, numër tragjik, numër që të bën muni keq. Në këtë popullsi ka është vogël, 50.000 është Po. E prandaj po them duhet me ngrit niveli i kulturës, i arsimimit, sidomos i niveli i arsimimit mirëfill të shkollave tona, e jo veç me prodhu analfabetat të diplomuar, sepse ata e shef të kanë hyrë në institucionet më të larta të shtetit, qeverisë dhe të Republikës sonë. Këta analfabetat e diplomuar që pa fije dije diplomojnë, ata janë të shkath pastaj edhe me depërtu mu bo vegla, janë pa kurrizore ata, vegla të tona regjimeve, tona partive, tona sistemeve. Kështu që në që drejtim duhet jemi më të kujdesshëm, të kthjellemi pak sepse i kemi punë shumë keq. Profesor, faleminderit shumë. Ju lutem. Ishte klasimet po sot edhe me fol për gjithë këto vepra, për gjithë këto librat që janë aktive, që shpresoj që ka më të ributu edhe me u shpërndate njerëzit edhe të shqiptarët, po ju të shqiptarët. Ishte kënaqësi për mundësinë një nderuar shpëtim, sepse ky është obligimi që thonë një piku i ndeti në raport me përmasën e tragjedisë edhe të sakrificave tona kombëtare. Çka do që të bëjmë për tash një piku i ndeti? Edhe ajo pika një ka shumë rëndësi. Ka shumë rëndësi. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Faleminderit dhe ty shpëtim. Mirupafshim.